Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempos. Sonte do të flasim për përmbushjen e agjendës legislative për vitin 2021. Gjatë vitit që lan pas, qeveria e Kosovës ka planifikuar miratimin e 188 ligjeve, ndërsa ka miratuar 119 projekt ligje. Prej tyre në kuvend kanë arritur që të miratohen 36 ligje. Për efikasitetin e qeverisë dhe kuvendit në përmbushjen e agjendës legislative për vitin 2021, do të flasim me deputetët e shumicës parlamentare dhe deputetët e opozitës. Më lejoni pra që fillimisht të prezantoj panelin e sonte. Sonte me mua janë deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, zotëri Adnan Rustemi. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjen. Është deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Hajdar Besha. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjen. Është deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëri Besjan Mustafa. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej. Dhe është deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Besnik Tahiri. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej. Shikues nderuar, sonte me ne si zakonisht janë edhe studentët e Fakultetit Juridik, pra të vitit 4, të cilët në pjesën e dytë të emisionit do të kenë edhe mundësinë që të parashtrojmë pyetje për panelistët. Para se të vazhdojmë me pjesën e debatit në studio, ftoj regjin që të na prezantoj një infografi ku shihet puna e bërë nga qeveria e Kosovës dhe kuvendi i Kosovës në realizimin e agjendës legislative për vitin 2021. Atëherë, sipas kësaj infografike të cilën po e shihni, pra planifikimet e qeverisë së Kosovës kanë qenë që gjatë vitit 2021 të miratohen 188 projekt ligje. Këtë kanë arritur që ta bëjnë në 119 sosh, pra 63.2% kanë qenë efikas. Prej këtyre kanë qenë ligje të reja 24, kanë qenë 64 ligje të bartura dhe kanë qenë 31 ligje të cilat kanë qenë ligje të plotësim ndryshimit. Ndërsa në kuvendin e Kosovës kanë arritur që të miratohen 36 ligje, apo 30.2% të agjendës parapar në fillim. Po fillojmë me ju, zoti Rustemi. Po shihet pra që ka pas qeveria Kurti një agjendë bukur ambicioze për pjesën legislative. Po na del që 63% e agjendës është realizuar ashtu siç është planifikuar nga qeveria, por që në kuvend kanë arritur që vetëm 30% e ligjeve të kalojnë. Me qenë se ju e keni shumicën parlamentare dhe shumicën për këtyre ligjeve keni mujt, ndoshta keni pas vota për mi kalu. Pse kemi këtë efikasitet shumë atult në kuvendin e Kosovës? Faleminderit. Në radhë parë mendoj që është e rëndësishme me theksu faktin që gjatë këtij viti, respektivisht gjatë 9 muajt qeverisje, qeveria e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht efikase në përgatitjen, hartimin e projektligjeve dhe procedimin për në kuvendin e Kosovës. U e thatë me drejt që qeveria ka pas një plan ambicioz të projektligjeve. Është vërtet kjo, ashtu siç ka pasur një program qeverisës ambicioz për të mundësuar reforma të ndryshme sektoriale e institucionale në Kosovë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, dhe këto projektligje ose ky plan legislativ e reflekton edhe këtë dedikimin ose përkushtimin për të mundësuar ndryshimin në Kosovë dhe për të dhënë institucionet Kosovës një efikasitet tjetër. Qeveria e Kosovës, duke miratuar për 9 muaj 119 projekt ligje, duhet ta theksojmë që është viti me më shumë projekt ligje të proceduara ndonjëherë ose të paktën nga shpallja e pavarësisë Kosovës për në kuvendin e Kosovës. Viti 2008, që ishte viti i shpalljes së pavarësisë Kosovës, ka pasur rekordin e projektligjeve të proceduara në kuvend deri në vitin 2021, që ishte diku 87 apo 89 projektligje, ndërkohë që aktualisht kemi 119 projektligje. Tashmë i kemi në kuvend Kosovës dhe kuvendi duhet disa prej tyre natyrisht i ka kaluar, siç e thashë ju, 37 prej tyre në të dy leximet, një pjesë tjetër të madhe e ka kaluar në lexim të parë, të cilat priten të trajtohen në seancat e ardhshme, ndërkohë që pjesa tjetër janë në procedurë. Duhet ta theksoj, domethënë që gjithsesi qeveria e Kosovës e ka furnizuar, do të thojë unë, me një intensitet të lartë kuvendin e Kosovës me material ose lëndë të parë në kuptimin e miratimit të projektligjeve, të ligjeve në Kosovë, por që në anën tjetër kuvendi i Kosovës megjithatë ka një dinamik tjetër më të ngadalshme se sa qeveria, prandaj qeveria është ekzekutive, por janë disa faktorë që mendoj që kanë ndikuar që kuvendi i Kosovës të ketë një proces më të ngadalshëm të miratimit të projektligjeve të proceduara nga qeveria. Si për shembull? Po si për shembull
Në radhë parë, institucionet e Kosovës janë konstituuar në mars të vitit kaluar dhe kuvendi ka pasur diku 9 muaj funksionim. Ndërkohë që projektligji i parë i proceduar nga qeveria dhe i trajtuar nga kuvendi i Kosovës ka qenë në qershor të vitit 2021. Domethënë praktikisht kuvendi i Kosovës ka pasur diku 6 muaj kohë për të shqyrtuar projektligjet e proceduara nga qeveria. Në anën tjetër, procedurat e shqyrtimit të projektligjeve në kuvendin e Kosovës është më ngadalshme edhe duke marrë parasysh afatet të brendshme që përcaktohen me rregulloret e kuvendit. Ju e dini që një projektligj i proceduar nga qeveria fillimisht brenda 2 javëve i shpërndahet komisioneve funksionale për të shqyrtuar dhe për të rekomanduar për shqyrtim dhe miratim në lexim të parë, pastaj renditet në rendite në seancat e ardhshme, pastaj pas miratimit në lexim të parë i kthehet përsëri komisioneve, të cilat duhet presin 2 java mandamentet e deputetëve e Komisionet e përhershme duhet të themelojnë grupet punuese të cilat organizojnë dëgjime publike me aktorë të ndryshëm, palë të interesit për të marrë komentet e tyre, vërejtjet, sugjerimet, rekomandimet dhe duhet të trajtojnë nën për nën çdo projektligj. Tash varësi të projektligjit, do të thonë se a bëhet fjalë për plotësim ndryshim apo ligj e projektligji i ri, e as më tepër ndonjë projektligj që rregullon një sferë të rëndësishme për marrë apo siç është projekt kodi penal apo projekt kodi civil, merr kohë për të shqyrtuar dhe për të trajtuar. Mendoj që kanë qenë edhe 3 faktorë tjerë që kanë reflektuar në punën e kuvendit të Kosovës. Është fakti që në korrik kuvendi i Kosovës megjithatë në mes të 2 sesioneve ka shkuar në pushim për të kthyer në shtator, e që ndërkohë ishin shpallë zgjedhje të lokale të cilat megjithatë kanë ndikuar në performancën ose dinamikën e kuvendit të Kosovës. Ka pasur do të thoya edhe disa faktorë tjerë të cilat janë reflektuar sidomos në sesionin vjeshtor, në fillim të sesionit vjeshtor, kur disa seanca të kuvendit të Kosovës u pamundsuan për të thirrur nga kryesia e kuvendit për shkak të mungesës së kuorumit në kryesitë kuvendit. E aty do të mungonin disa prej anëtarëve të kryesisë, disa në fakt njëri u zgjodh kryetar komune derisa u zonësues siç ishte zoti Bedri Hamza, në mbledhje tjera të kryesisë mungonin përfaqësuesit e subjekteve tjera për të pamundsuar thirrjen e seancave. Megjithatë, mendoj që nga 15 nëntori deri në fund të dhjetorit, kuvendi i Kosovës ka pasur një produktivitet të jashtëzakonshëm, një intensitet të madh me seanca të vazhdueshme, gati se të përditshme, me shqyrtime nëpër komisione dhe natyrisht që e ka përmbyllur vitin me këtë numër të projektligjeve të kaluara, por gjithsesi të gjitha projektligjet që janë në procedurë do të shqyrtohen ditëve në vazhdim nga kuvendi i Kosovës dhe do të përmbyllen gjithsesi dhe do të miratohen. Faleminderit shumë. Zoti Beqa, e pam këtë pjesë të prezantimit të punës nga qeveria dhe kuvendi. Ju si opozitë si e keni pa këtë dinamik dhe këto rezultate të miratimit të ligjeve? Faleminderit, përshëndetje për gjithë, për teleshikuesit e juaj dhe në veçanti për studentat që janë sot në studio. Realisht ju e bot një prezantim në fillim dhe janë statistikat sakta. Qeveria e Republikës Kosovës, nëse marrim dinamikën e saj, kur e kem pa planin legislativ edhe pse ishte ardhur strategjia legislative për vitin 2021, edhe pse kishte pruni program edhe një strategji me vonesë, megjithatë ishte një strategji legislative ambicioze, jo e parashikuar mirë dhe shumica ligje ndoshta ishin para pa të vinë edhe në dhjetor apo nëntor që realisht edhe teknikisht është e pamundshme, ligjet që vinë mas nëntorit në kuvend të Republikës Kosovës procesohen me tutje. Do të thotë sepse një ligj me ardhur në kuvend teknikisht i duhen 3 muaj për me kalu në për komisione, me kalu në lexim parë, me dal me ndëgjim publik, mu angazhu shoqëria civile, mu angazhu aktorë tjerë, që ligji me kon funksion qëllimit që dhe të misionit që ka si ligj. Dëgjova me vëmendje zotin Rostema edhe i takon me promovu punën e qeverisë Republikës Kosovës, potencoj dyqysh me një farë entuziasmi, është qeveria që ka bërë mas shumë të ligje. Unë e tha me argumente që është qeveria që ka bërë mas pak të ligje për një vit prej që është pa Republika Kosovës. Flasim prej viti 2008. Unë e marrë një shembull. Kjo qeveri nëse dojmë me bo debat, me fol me shifra, me ligje, me emna, me ndryshime, me pika, me presje, flasim. Nëse do me bo politik, me ndry njëri tjetër, të ndrym, edhe heq se kam problem. Qeveria e Republikës Kosovës ka rrit me i kalu në qeveri. E ka rrit planin e vetë 63.2%, që ka mujtë me arrit edhe 100%, për nuk motit suksesi qeverisë, sa ligje i kalën qeverisë, se ka mujtë gjitha me i kalu për një mbledhje.
po më varet sa ligje kalojnë Kuvendin e Republikës Kosovës. Në Kuvendin e Republikës Kosovës, qeveria e Republikës Kosovës në këtë rast i ka procesu gjithsejt 92 projekt ligje. 4 prej tyre kanë qenë projekt ligje t'iniciuar nga deputet, sepse deputet e Kuvendit Republikës Kosovës, sipas Konstitutës, se kanë mundësinë me procesu ligje për miratim ose plotësim ndryshime tyre. 3 prej tyre nuk janë shërtu heq, kurse njëra nga ta është shërtu. Prej krejt këtyne 36 ligjeve, që nëse marrim përqindje sa e ka realizu Parlamenti i Republikës Kosovës, e kjo është përgjithësi e mazhoronës këtë rast partisë për shtet, e kemi realizu agendën tonë për vitin 2021 30.2%. Në këto ligje, që janë gjithsej 36, 14 nga to janë marrëveshje ndërkombëtare. 14 marrëveshje ndërkombëtare i kanë kalu krejt opozita, sepse ato i duhen bazë Konstitutës Republikës Kosovës, i duhen me pas 2/3 dhe asnjëherë s'kan mujt me kalu asnjë marrëveshje pa pas edhe mbështetjen e opozitës. Kurse Adnan, po flasim edhe kemë folë, kemë besoj që kemë bazë debat. Unë jam konë zavend sekretari i komisionit kur konë ministri i Partisë Demokratike në vitin 2018, në komisionin për legislacion ku zoti, unë jam antar tash dhe zoti Rostema është kryetar. Gjithsejt në vitin 2021 i kemi kalue 5 ligje. 3 prej tyre kanë qenë plotësim ndryshime, që kanë pas rol të rëndësishëm nashta, për shembull ka qenë edhe ai për përgjegjësi disiplinore të Këshillit Prokurorëve dhe Gjyqësor ka pas vetëm një fjalë me ndru, kurse te kodi i penal ka pas të bëjë me dënimin mungesë, ka qenë i nën i shtuar, që besoj ka pas rolin e vet, por nuk ka qenë ai far efikasiteti nga 30 ligje që kemi pas në mandat tonin me kalu si komision për legislacion në vitin 2021, ne kemi arrit që të kalojnë në lexim dytë në Kuvendin e Republikës Kosovës vetëm 5, kurse në vitin 2018, kur konë ministrin nga PDK-ja, kanë qenë 22 ligjet që kanë kalu në Kuvend lexim dytë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Për marrë veç dhe i shembull, këto i kom statistikat krejt. Për shembull, po flasim për vitin 2021 edhe 2018 me ta krahasu kur po qeveris vetëvendosja edhe kur ka qeveris parti tjera, në këtë rast kur ka qenë ministri i PDK-s. Në kohën kur nuk e ka udhëheq në këtë rast e qeverin vetëvendosja, vetëm Komisionin për legislacion, vetëm vitin 2018 i kemi bë 551 amandamente antarë të komisionit. Do të thotë, u bo një punë e madhe. Kurse, nëse marrim tashti në kohën ku jemi na sot, nuk i kemi, do të thotë, nuk i kemi as 20 amandamente nga krejt antarë të komisionit. Në legislaturën e 6, 2017-2019, Kuvendi Kosovë, po 2018 që është në ku ka qenë një reform e thellë e drejtësisë në Republikën Kosovë. 2018 që është në kuadër të 2017-2019. Po flas me vite, për krahasoj një vit. Flasim edhe për vitin aktual. Mirë, Adnan, tu kisha lut me dëgjue. 2017-2019 Kuvendi Kosovës i ka miratu në 3 vjet 109 ligje. 109 ligje, prej tyne 18 plotësim ndryshime, 26 marrëveshje ndërkombëtare. Në 2017-2019. Adnan, ka përfundon argumentimin zoti Besa që ti nëse marrim do të thotë krejt ligjet që i ka kalu në këtë rast Kuvendi i Republikës Kosovës prej 30% të realizimit të agjencës të Kuvendit, nuk janë ligje të reja as 30% e tyre. Do të thotë, nuk janë ligje të reja, ligje që kanë qenë procese qeverive të kalume, dhe unë konsideroj se qeveria e Republikës Kosovës, respektivisht mazhoronca që ka dhe shumicën e numrave Kuvend që nuk u dasht me pas këtë pengesë, është ma dështura që ka qenë ajer mas lufte. Po thomë, në Kuvendin e Republikës Kosovës, ose mas shpadis pavarësisë Republikës Kosovës. Faleminderit zoti Besa. Kjo nuk është mendimimi, po është një statistik, na moj flasim tash me Adnanin, mos ja marrim kohën edhe kolegëve tonë. Për secilin ligj, për secilin nën, kush e ka iniciu, çka ka ndryshuar, do të flasim për përmbajtjen e tyre. Disa nga ligjet që janë vënë, kanë qenë sirtarët Ministrisë Drejtësisë, vetëm i kanë bu një verifikim tyre, pa e ndryshu pika spresje kanë ardhur. Shumica prej tyre kanë ardhur Komision për Legjislacion. Ende nuk kanë arritur me bu asnjë reformë në drejtësia, por reformë në fushë caktuar me këto ligje që kemi bu me këto 36 ligje për vitin 2021. Faleminderit zoti Mustafa, çuçi keni pa ju këtë dinamik të qeverisë dhe Kuvendit në përmbushjen e kësaj agjende. Faleminderit betim, fillimisht përshëndes juve dhe gjithë shikuesit juaj dhe duke uruar një vit plot shëndet e gëzime si vjet. Tash nëse analizojmë atë që prezantuat edhe ju, 36 apo 7 ligje nga 189 sa ishin,
të proceduara dhe miratuara në lexim të dytë në kuvend, pra ligje të miratuara plotësisht, i bie diku një efikasitet 19% apo 20%. Pra thënë ndryshe i bie në 5 ligje, 1 është miratuar, 4 tjerë nuk janë miratuar ende në kuvend për vitin e kaluar. Pra 1 në 5 ligje është miratuar në kuvend. Do të thoja që si përqindje tregon një produktivitet, efikasitet mjaft të ulët, po e quaj të pushtetit. Dhe njëkohësisht tregon edhe për një dështim të trefisht. E para, një dembeli të ekzekutivit për të proceduar ligje me kohë. Tha edhe kolegu parafolës, nuk mund të lihen ligjet për nëntor dhe dhjetor të dërgohen në kuvend, sepse është fizikisht e pamundur që të përfundojnë pastaj gjitha procedurat në kuvend. Pra një dembeli e ekzekutivit për dërguar ose proceduar këto ligje në kuvend me kohë. E dyta, një mosdisiplinë dhe papërgjegjësi e deputetëve të mazhorancës. Pra nëse ke parasysh koalicionin qeverisës, janë 68 deputet, së bashku me listën serbe bëjnë 78 deputet, edhe mos mund të kalojnë më shumë se 1 në 5 ligje, tregon për mosdisiplinë dhe papërgjegjësi të tyre. Dhe e treta që tregon, dhe e treta më falni që tregon një çështje që kam ngritë edhe në kuvend, jo më larg se para 2 ose 3 jave, në seancën e fundit besoj, një pamundësi të thellë, një paaftësi të thellë të këtij pushteti që të ndërtoj ura bashkëpunimi me opozitën dhe të krijoj platforma cilat e lejojnë të bashkëpunojnë me opozitën për të miratuar ligje, për të miratuar marrëveshje ndërkombëtare, dhe ajo që është më e rëndësishmja, më sfiduesja dhe më e komplikueshme ose më e komplikuara në këta muaj dhe vitet në vazhdim, pra procesi i dialogut me Serbinë, i cili do të kërkoj, duhet kishte ose të kërkonte një konsenzus të gjerë të spektit politik. Pra 3 dështime ose dështimi trefisht, dembeli ekzekutivit, papërgjegjësi e deputetëve të mazhorancës dhe paaftësi e thellë për ndërtuar ura lidhëse me parti tjera politike. Faleminderit shumë, zoti Tahiri. Qysh e keni po ju këtë dinamik të qeverisë dhe kuvendit? Faleminderit, Betim, përshëndetje për ju, përshëndetje për studentët, urime për gjithë qytetarët e Kosovës vitin 2022. Unë po mundohem në 3 rrafshe pak a shumë bëj një vlerësim të punës të kuvendit, radhë parë për temën që i kemi ardhur për agjendën legislative, pastaj për detyrat që i kemi dhe pak për qeverinë, për shkak se këtu ma shumë flasim për numra e duhet ndoshta ma shumë e fol pak për përmbajtje. Sa i përket kuvendit, ajo që mund të them aspektin pozitiv, ndoj që kryetari i kuvendit ka pas një vullnetësie të përgjithshme të kuvendit, edhe ka arrit të komunikoj mirë edhe me shefat e grupet parlamentare dhe me grupet parlamentare, dhe është mundu me majt një takt kogja të mirë, që është një praktike mirë që duhet me u përshëndet. Edhe si këtë rast, edhe si opozit, po i me thonë këtë, mirë po si kolegë që jemë në kryesi, pra është mundu të ndërtoj një frymë ekipore dhe një frymë të debatit në kuvend. Sa i përket agjendës legislative, sa i përket legislacionit, kjo shumicë parlamentare dhe ky kuvend është legislatura më e dopt në histori të Kosovës. Pse po e them këtë? Është më e dopt për arsye se ka numrat. Pra jemi të fol mbi 2/3 i ka në shumicë. Ka koalicion me pakicat, ndërsa ka po ashtu koalicion me listën sërbska, e kemi po në ligje të ndryshme që kanë marrë pjesë. Në anën tjetër ka arrit do të miratoj vetëm 36 ligje, që është pak dikon rreth 30%. Në këto 36 ligje janë mbi 10 marrëveshje ndërkombëtare, pastaj një numër i madh i këtyre ligje është amandamentim preket në nen, për shembull seancën e fundit është prek në nen është amandamentuar dhe ajo thuhet që kemi kaluar një ligj. Pra në këtë kuptim ne kemi marrë me 22 mars e kemi konstituu kuvendin dhe deri me 31 dhjetor kemi marrë vetëm 26 seanca parlamentare, plus i kemi pas me sa diun 5 seanca të jashtëzakonshme dhe 2 seanca i kemi pas seanca festive, seanca solemne. Pra, shiqoni sa pak kemi marrë. Në këtë aspekt, do më thonë, është një dështim i plot. Tek ligjet, tash po flas pak për mbajtjen e ligjes dhe për atë që po flet edhe
Zoti Rostemi po flet për procesin e ligjbërjes. Shiqoni. Po, është e vërtet që një ligj i kërkon disa hapa, punë, komisione. Po kemi situata kur në një seancë u votu mocioni procedural dhe hyn në 12 ligje. Në një seancë. Pra, kur po kanë nevojë me imbush për gjenë formën, ose me njerë para votimit presidentës, ju e dini ligji për amandamentimin e zgjedhjeve lokale, na thirrën në piknatës me amandamentu ligjet. Çka du të them me këtë, çka du të argumentoj? Duhet një reflektim shumë serioz i shumicës parlamentare, në veçanti lëvizjes dhe vendosje. Për shkak se viti 2022 është ditë shumë e rëndësishme dhe janë ndo ligje të cilat nuk kanë kalu dhe që kërkojnë një debat thellë dhe riorganizim të sistemit qeverisës në vend. Ligji pagav. Ministri a ditë, kur e ngritëm debatin, ne thanë mars. Unë e po i thëmë që të publikisht ministrit. Nuk ime mujtë me prunë mars. Jo pse nuk dëmë, po se vonja ka nisë me punue. Me 14 qeshorja kom po pyetjen parlamentare. Pra procesi ligjbërjes kërkon shumë punë, si që tha. Ne. 2. Ligji financat lokale. Financat lokale janë jashtëzakonisht rëndësishme për funksionimin e komunës që është njësia themelore e shtetit në prind shërbimeve. Është po ashtu një ligj që kërkon një organizim buxhetor. Pastaj procesi i vettingut, që është tepër rëndësishëm. Procesi i ligjbërjes në aspektin e konfiskimit pasunisë të palegjshme. Pra ç'a dojna mi u bësh në hajna thojza, çu do të trajtojmë. Krejt këto janë reforma që duhet shumë diskutim i thellë bashkëpunim në kuvend. Punona pak tek qeveria, shumë shkurt. Që keni folja akumatën edhe ty Adnan edhe Hajdarit. Se zoti Rostemi o ka këshyr, Po, jo se i kom këshyr. Punona pak tek qeveria. Qeveria ka miratu në aspektin numerik. Po, me thonë një të bardhës, me thonë të bardhë, zezë. Është e vërtet që ka miratu 119 ligje. Kjo është numëri që e raportojnë. Mirë, po, qytetari thotë bravo i koftë, se denë, se ka për detyrë profesion me analizu. Po, qka janë këto ligje, du të mja spigu qytetarit? 64, këta i kanë miratu vetëm 24 ligje të reja. Pra, prej kohës kur jenë zgjedh, jenë betu, vetëm 24 ligje janë ligje të ri, po aty në tabel. 64 ligje janë të bartuna, pra kanë qenë në procedur, kanë qenë ligje të gatshme që kanë bo. Dhe në këtë kuptim që ose bojmë tash analizën uaj, janë 24 ligje të reja. 64 të kemë të bartuna, pra performanca e procesit ligjbërjes, që njësë për i koncept dokumentit, që kalon konsultim publik, që kalon konsultim me akterët e ndryshëm, ju e dini se si bëhet një ligj. E deri tek miratimi në qeveri, do më thonë, ai proces ka qenë shumë i dëpt. Dhe ligjet themelore që janë, që i përmena, ligjën e pagave, ku është është gjithë më angazhu, edhe opozita me ndimu. Ligji financave lokale, ligjet që janë sundim të ligjit, nuk kanë do. E fundit. E bojmë tash bëjmë pak një analizë pak më të thellë, se këna për shket punë jemi. Po e analizojmë pak digasteret. 2 digasteret kryesore, ajo e financave dhe Ministria e Punëve të Brendshme, e kanë performancën katastrofale. Ministria e Punëve të Brendshme i ka në agjendën e vetë legislative 5 ligje. A ka miratu në ligj? Asnjë, 0. Ministria e Financave, që është një ministri shumë e rëndësishme, i ka post para po me 17 ligje. I ka miratu vetëm 5 ligje. Dërsa çka kanë kalu? Kanë kalu ligjet ku Ministria e Drejtësisë ka pas me bo amandamentim, Ministria e Shëndetësisë, që i ka bu do amandamentime mu harmonizu me agendën evropiane dhe e bujqësisë. Kjo është situata, pra me përmbyll, do të tëtë, këtë vetë do të me ju përvil durët. Shumë qeveria, shumica parlamentare, me bashkëpunu me opozitën, me mujtë me bo, por ndryshë është vetë i dështum plotësisht në agendën legislative. Zotë Rostemi, a qeveria me suksesin më të madh apo me dështimin më të madh deri tash, se patëm vlerësime të ndryshme? Po, pa dyshim mjafton me i po të dhonat, shifrat, performancën. Për te këtyne numrave të cilët këta bërën interpretime të ndryshme. Qeveria aktuale dhe qeverisja aktuale është e pak krahasueshme. Madje edhe është mirë që është e pak krahasueshme, sepse pritshmëritë edhe përkushtimi i kësaj qeverie, kësaj mazhorancë është për te krahasimit me legislaturat e me mazhorancat e shkura. Do të thonë, do të jetë tepër më e mirë, është shumë më e mirë, por megjithatë do të marrim një lloj reference. Më lejoni shkurtimisht të bëj disa sqarime sa i përket legislaturave të shkura.
spari në këtë mazhorancë dhe kjo qeveri nuk është koalicion me listën serbe, ka përfundu koha të paktën për herë të parë në Kosovë, e kemi një qeveri dhe një mazhorancë që listën serbe, ose më dërprej, zotit Tahiri, se... është ministri listën serbe në qeverit kurtit? Ashtë, po jo. Ashtë Goran Rakiqi, ashtë në Aleonca, në Dekan për të lista serbe, për jetë po nuk është në koalicion qeverisë në Kosovë. Nga 2013, zotit Tahiri, ka përfundu koha kur e prisni... Nese, o shumë me rëndësi shqyqyrë që është. Na duhet me post, na duhet me jekë, na s'ko nevoj mu... Si qytetari i Republikës Kosovës... Mendoj si qytetari i Republikës Kosovës do të mëzu faktit që lista serbe nuk është përcaktuse, nuk vone vendimet nga ajo dhe nuk është pjesë e koalicionit qeverisës. Ka qenë në kohën e juaj, ka qenë në qeveritë e shkuara që nga themilimi nga në 2013, o dosh me prit në orë të tëra për të marrë vendimet të caktuara në kuvendin e Kosovës. Po, edhe ju të i lutë mropa të... E keni bërë, të edhe për bërë edhe pazare, si shke... Edhe keni bërë pazare, si shke... Keni do bord, keni do institucione, keni do fonde. Por, nuk është lista serbe në koalicion, lista serbe ka ministër, siç detyrohemi me Kushtetutën e Republikës Kosovës për të pasur një përfaqësues serb nga subjekti politik i përfaqësuar në kuvendin e Kosovës. Nuk është në koalicion. Për të bërë disa sqarime, domethënë Kuvendi i Kosovës në këta 9 muaj ka mbajtur 34 seanca. Por po ju kujtoj se sa seanca janë mbajtur në legjislaturën në cilën zoti Tahiri ka qenë në qeveri. Domethënë janë kje parasysh në legislaturën 2003 gusht 2017, në gusht 2019, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur ka posë 80 seanca, duke shifre e madhe, vetëm 30 seanca të rregullta. 32 të jashtëzakonshme të thirrura nga opozita. Domthonë në 2 vjet legislaturë, në 2 vjet qeverisje kanë posur 39 seanca të rregullta. Pothuajse aq ka thirrur opozita si të jashtëzakonshme për interpellanca, debate parlamentare, mocione të caktuara e kështu me radhë. Ndërkohë, në legislaturën e kaluar, në cilën zoti Besjan Mustafa ka qenë pjesë e qeverisë, Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar vetëm 17 projekt ligje brenda një viti. Dhe prej tyre 12 kanë qenë marrëveshje ndërkombëtare. Vetëm 5 ligje ka miratuar Kuvendi i Kosovës vitin e kaluar. Në një vit legislaturë. Ne po flasim për 36-37 projekt ligje të miratuara në këtë 9 mujor të Kuvendit të Kosovës, kundrejt 119 projekt ligje të proceduara nga qeveria e Kosovës, si asnjëherë më parë, mu po më pëlqen çësia e përfaqësuesit të opozitës për ta zbërthyer kritikën në amandamente, në nene, në tokfjalsh e në projekt ligje të caktuara të ministrive të caktuara të komisionit të caktuara. Po ne kemi ne kemi 119 ministri nuk kanë arrit me kalu asnjë ligj në Kuvend të Republikës Kosovës në lexim 2. E para 6 ministri. Patjetër. Do në këtë legjislaturë është vërtet në këtë legjislaturë që Kuvendi është vërtet që në këtë legjislaturë kemi vetëm 6 ministri se kanë kaluar. Zoti Beqa. Në këtë legjislaturë kemi një mazhorancë të qëndrueshme, stabile, nuk ka asnjë seancë. Ministra s'kan kaluar si ligj. Nuk ka asnjë seancë të Kuvendit të Kosovës gjatë vitit kaluar që ka dështuar për shkak të mungesës së quorumit, siç kemi parë për ditë e vazhdimisht në legislaturat e kaluara. Ka pasur projekt. Mos kena pasur quorumi, kena nol. Ka pasur projekt ligje. Që ta më mbuna 80 deputet mos të mund të bëjë 60 deputet. Zoti Tahiri asnjë seancë. Nuk do të ndodhë kjo. Ka pasur projekt ligje të caktuara, të cilat janë shtyrë për seancat e radhës për shkak të mungesës së quorumit në votim, sepse disa deputet të opozitës nuk kanë marrë pjesë në votim duke mos votuar as kundër as abstenime as për, edhe natyrisht që nuk kanë qenë të natyrisht që kemi, por nuk ka pasur, thjesht po them zoti, nuk ka pasur asnjë seancë që ka dështuar dhe nuk do të ketë. Dhe nuk do të ketë, sepse është shumë mirë që kemi një mazhorancë të qëndrueshme, stabile, dhe nuk do të jetë... Ku i kemi edhe 18 deputet që nuk ju vinë në seanca. Kjo është papërgjegjësi ndaj qytetarëve që ju kanë votuar. Kuvendi i Kosovës i ka 120 deputet, pjesë e cilës janë edhe keni parasysh që grupi parlamentar i LDK-s, cilin e përfaqësoni ju këtu,
nuk ka pas seancë në të cilën ka qëndruar më shumë se sa deri në pauzë të drekës. Adnan, deputetët e opozitës kanë përgjegjësi për të Ju e keni shumicën apo gjithsesi e kemi shumicën, po them se s'ka dështuar asnjë seancë. Do t'i kalojmë të gjitha projekt ligjet, po do të konsideron dështim që nëse u mori seanca e s'ka kaluar si ligj. Për shkak mungesë të cilët kur shqyrtohen me efikasitet, thonë po nxitoni e po ndiqni procedurat për shpejtuni. Kur trajtohen, le të themi, duke përfshirë dhe aktorë tjerë, dhe ka diskutim më të thellë, e përfshirje më të gjerë, ka kritik se po ecën ngadalë. Do thënë, le të ma thonë, në cilën legislaturë, për 9 muaj ka pasur Kuvendi Kosovës performancë të tillë që kalon 37 projekte. Gjithmonë duke marrë për këtyre numrave, po zoti Besa, veç ndoshta ta hapim një pjesë tjetër të zgjedhjet lokale të ka pasur. Ne numrave të ne po dalim. Po ta do edhe këtë atë po, urna. Hajde urna. Jo, unë për mendimin tim është shumë logjike dhe nuk di ç'është ndjen komod 6 ministra të Republikës Kosovës që nuk kanë arrit me kalu asnjë listë Kuvend të Republikës Kosovës krejt vitin 2021, nga 22 morsi. Për shembull, mos me kalu. Sepse kjo mos me kalu do të presupozonte me udhëzu e ligjet, me udhëzu projekt ligjet. Nuk ka kulturë sportit, s'ka arrit asnjë ligj me kalu. Ministria e pushtetit lokal nuk ka arrit asnjë ligj me kalu. Ministria e punëve të brendshme prej 13 ligjeve, 0 ligje të kaluna në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ministria e punëve të jashtme nga 5 ligje s'ka arrit me kalu asnjë ligj. Bujqësisë prej 25 ligje, 0 ligj. Zhvillimi rajonal prej 12 ligje, asnjë ligj se ka kalu. Zoti Rostemi, ti po thu, jo ka paradoks. Paradoks është me mashtru opinionin publik, është paradoks, me thonë nuk ka dështuar si seancë. Seanca konsiderohet e dështume nëse nuk kalon kur gjuma ditë në seancë. Edhe ne kem pos plot raste, edhe pse kanë pos mazhoroncën këta, i kanë pos numrat bashkë me listën serbska, edhe me komunitetet tjera që ka një koalicion real edhe zyrtar, nuk kanë arrit me kalu një ligj me votim thjesht, nuk kanë arrit me pos 61 vota. Jo është mirë, po na duhet me fol me numra pra na është morre. Po duhet me kalu me një temë të komisionit për legislacion, me dal me mashtru opinionin publik. Janë shifrat, hinin me foqet Kuvendit Republikës Kosovës. Unë po flas me studentë dhe me qytetarë. Heki marrëveshjet ndërkombëtare. Heki marrëveshjet 14 marrëveshje ndërkombëtare. Heki 8 ligje e shëndetësisë që kanë bërë vetëm me harmonizim me kundërvojtje që s'bojnë asnjë reformë fushë shëndetësisë, as sigurimin, as përbon, as kurrë. Gjithsej, në foqen e Kuvendit Republikës Kosovës që janë zbatushme, që janë fuqi, deri me tani kem vetëm 10 ligje. Okej, hinin foqat, Kuvendit e shinin. Shkurtimisht të kalojmë një temë pak më përmbajtësore për të këtyre numrave. Të merrni vesh për respektimin e kurzit. Nuk ka pasur asnjë projekt ligj Kuvendi i Kosovës që e ka rrëzuar përmes votimit të kthjeshtë ligj. E para, e dyta, po është paradoksal. Domethënë e përmendim Ministrinë e Bujqësisë. Për herë të parë në 9 vjet, Ministria e Bujqësisë ka proceduar dhe ka miratuar në qeveri 24 projekt ligje. Në 9 vjet. Shumë mirë edhe në të fundit. Asnjë se ka kalu. Asnjë se ka kalu. Në 9 vjet asnjë projekt ligj nuk u proceduar nga Ministria e Bujqësisë, 24 brenda 9 muajve dhe ky po kalojmë zoti Mustafa shkurt edhe po kalojmë temën që Faleminderit Betim. 2 fjali shumë shkurta. E para, kjo vë në sipërfaqe logjikën e këtij pushteti. Adnani, po i drejtojmë se jemi 2 moshës 3, po i drejtojmë si Adnan. Adnani e tha një fjali që shpërfaq logjikën e tyre. Tha, ato ligjet që i kemi kalu janë merit vetëm dhe vetëm e tyre, ndërsa ligjet që nuk i kanë pas votat edhe pse e kanë shumicën në kuvend, që kanë dështim i opozitës dhe jo i tyre. Nuk e thash në asnjë rast. Dhe fjalia e dytë. Nuk e thash në asnjë rast. Unë vlerësoj shumë konkretisht. E interpretova. Ama jo, e deformove sepse nuk e thash në asnjë rast. Dhe e dyta, sa i përket Ministrisë të Bujqësisë që e përmendi, është e vërtetë që në qeveri janë proceduar 25 ligje dhe prej tyre më duket gjitha janë proceduar dhe në kuvend. Por, nga ato 25 ligje, 19, pra i bie nga çdo 5 ligje që ka proceduar Ministria e Bujqësisë në kuvend, 4 ligje, pra 19 nga 25, kanë të ndryshuar vetëm një fjalë të vetme. 19 ligje ku ndryshohet vetëm një fjalë,
për të harmonizuar me një listë tjetër që është ashtu kështu procedurë e panevojshme. E qartë. Ju se keni bërë për ta përmbyllur këtë debatin e numrave. Mustafa nuk e keni bërë si ministër as kë. Procedurë e panevojshme. E panevojshme. Zoti Mustafa. Kështu, për pak të numrat. Në fundit që ta mbyllim sot, se duhet me kalu te ligjet e rëndësishme që kanë kalu edhe që kanë apret. Po, jo, duhet mu pajtu që numrat nuk reflektojnë në asnjë moment do të thotë ligjbërjen e re. Pra 119 ligje, realisht 64 prej tyre kanë qenë ligje të bartura, vetëm 24 kanë qenë ligje të reja, ndërsa në kuvend, prej 36 ligjeve, 14 kanë qenë marrëveshje ndërkombëtare dhe kanë qenë një numër i tyre ku janë ndryshuar disa nene. Pra pak ligje sikur po më kujtohet ligji për shembull për nënshkrimin elektronik që është një ligj i rëndësishëm që ka kaluar, që është ligj shumë i rëndësishëm, pak ligje përmbajtësore. Pra nëse flasim për përmbajtje, më thon që tash me vetë më na tregu Adnani, Ajdaria, besoj, çka ndryshoi me një ligj Kosova për të mirë diçka, çka fitoi qytetari. Kjo është pjesa në për cilën po duam me kalu tash. Është përmbajtja çtu s'ki çka kallzon. Ligji kryesor, ligji i pagave, nuk të ka ardhur. Ligji për financa lokale nuk të ka ardhur. Ligji për konfiskim nuk ka ardhur. Ligji për ja, s'ka ardhur. Procedura fund të dhjetore. Nuk ka ardhur, ai ku ka ardhur për numra, jo Adnan. Unë jam flasim për ja veç pak. Flasim për opozitbërje. Qysh po flas unë? Po them që mirë që ka kalu ligji për nënshkrim elektronik. Qysh po them që Glauku po udhëhesh mirë, edhe di me thonë këto janë të mira. Allah keni dështu, është marrja e Zotit, do thotë që ligje përmbajtësore s'kan ardhur. Unë nuk kam të bëjmë çit pyetje. Nuk ka. Nuk ka përfshin si kryetar për legislacion. Edhe vetë një Hajdar, vetë edhe një. Edhe një të fundit. Shiqoni për shembull çka është ku peshove si inshallah mbledhin mend pak në 2022-ën. Për shembull, ligji për qeverinë është një ligj që personalisht komponue. Draftin që e kompon këto, këtë Kosovë, dhe në që Google me i ligji për qeveri, del Besnik Tahiri, ligjin që e kom harmonizuar me ekipin, me Komisionin e Venecias, a i ligj 80%, 90% është drafti që e kompon, dhe para me në del qeveria, thot, e këna po në ligjin vetë. Kjo është katastrofe e Zotit. Vetëm i shërim shumë thjesht. Për 119 ligjer që i ka kalu qeveria, se në parlament i ka kalu vetëm 36, 46 prej tyre janë në harmonizim me kundërvojtjen që kanë bojnë vesh me një fjallë. Vesh për morim një shtetë fëqinje. Moli zi, 162 ligje i ka kalu me një draft ligj. Do më thonë harmonizim me kundërvojtjen. Që i bjen? Heki që tu 46 ligje në harmonizim, është një ligj vetëm që ka mujt me konë ma efikase kuvendi dhe qeveria, ka mujt me një ligj. Kur t'ja hekim këto, i bjen që qeveria i ka kalu 73 ligje në qeveri e 36 ligje në parlament. Që Hajdar unë jam kundër gjysoj. Unë jam gjysoj me një ligj. Moni men, që kjo është një precedent, kjo është një precedent, është shumë i keq që me një ligj, ndryshu ligjet të abishet ka me të apru tash e kena ligjin për racionalizimin agjencioneve. Harmonizim, nuk ka ndryshim, harmonizimi... Me një ligj me regullu krejt, nuk bën ashtu. Unë mendoj që është po kaloj shtetet e Evropione bojnë me një net. Unë se kisha bërë. Tash koncentranu si opozita. Jo, në si vazhdojmë po na menime partike ndoma. Jo zguzoni me post. Jo me ta dy janë edhe kur e komun e drejt zguzon të duhet la të drejt Albinin. Partisë Demokratike. Që duhet bërë për shtetar. Këtu jemi 4 parti. Ju jeni vetëvendosjes, i PDK-s, i LDK-s të jakës. Përfaqësojmë subjektet. E qartë. Po kalojmë zoti Rustemi në këtë temë që e ngriti pak zoti Tahiri, cilat janë ligjet të cilat mund të konsiderohen si më të rëndësishmet, e cilat kanë kaluar dhe që thjesht edhe qeveria në këtë rast edhe kuvendi mund ta ketë një vlerësim për sukses të tyre. Pra cilat janë ligjet, cilat kanë domethënie shumë të madhe, cilat kanë kaluar. Natyrisht që projektligjet kryesore në pikpamjen time, sepse në fund të fundit ne vim nga sfera të ndryshme, edhe sfera të cilën ne mbulojmë na duken edhe projektligjet dhe ligjet më të rëndësishme. Unë nga Komisioni për Legislacion e sfera e drejtësisë në kuadër të luftës kundër korrupsionit edhe reformës në drejtësi, unë ndoj bindjen që këto projektligje janë më të rëndësishme. Gjithsesi këto janë projektligje për nga përmbajtja, do thoja, sistemore, jo për nga kuptimi i fjalës, janë projektligje të cilat janë proceduar gjithsesi në pjesën e fundit të vitit nga qeveria. Projektligji për parandalimin e korrupsionit ku zgjeron kompetencat e agjencisë kundër korrupsionit, projektligji për byron
për verifikim dhe konfiskim të pasurisë së pajustifikueshme që është proceduar në kuvend në fund të vitit të kaluar. Pastaj janë projektligje tjera nga sfera e sistemit të drejtësisë, siç është projektligje për deklarimin e pasurisë dhuratave nga zyrtarët e lartë publik, por janë edhe projektligje tjera shumë të rëndësishme, është projekt kodi penale, projekt kodi civil e drejta private, e kështu me radhë, ndërkombëtare private, e kështu me radhë, që janë sistemore në kuptimin që shumë prej sferave të tilla janë rregulluar me ligje të ish Jugosllavisë të 82-s, 84-s, 87-s, e që për herë të parë Kuvendi i Kosovës po i miraton. Unë e kuptoj dhe pranoj që ka një lloj kontinuiteti këtu, sepse po flitet shumë që ka projektligje të trashëguara. Po Kosova nuk po fillon nga zeroja. Në çdo legjislaturë ka pasur në çdo legjislaturë projektligje të mbetura të cilat kanë vazhduar në legjislaturën pasuese. Por në secilin rast, do të projektligjet Ministrit, qeveria, do të ndërtoj grupe punuese, do të bëj vlerësimin, do të bëj verifikimet dhe krahasimet, dhe në këtë legjislaturë janë bërë edhe ndryshime edhe në projektligjet të cilat janë trashëguar. Janë bërë ndryshime, por sepse do të jemi parimor minimalisht, Zoti Besian Mustafa ka qenë ministër i bujqësisë. Në 9 vjet nuk është procedura asnjë projekt ligj në Kuvendin e Kosovës. Jo, e qartë, po brenda një viti nuk e ke proceduar asnjë projekt ligj. Nuk është miratuar asnjë projekt ligj. Do jemi pak minimalisht parimor, kur bëjmë kritik për 24 projekt ligje që ka proceduar në 9 muaj Ministria e Bujqësisë, ndërkohë një vjet ministër nuk e ke proceduar asnjë projekt ligj, do të pak edhe kritik vetes sa. Ata shohim zoti Rustemi tash edhe te partitë cilat janë në opozitë, qysh vlerësohen këto ligje të cilat janë miratuar në qeverinë e Kosovës, edhe a ka konsensus që të kalojnë për shembull proceset e mëdha, siç është edhe procesi i vettingut, por edhe si vlerësohet në fakt ky projekt ligji për byron për konfiskimin e pasurisë, dhe po ashtu një diçka që kisha dashur një vlerësim nga ana juaj është fakti që ka të bëjë me miratimin e strategjisë për sundimin e ligjit që është bërë në qeverinë e Kosovës, që vlera e kësaj strategjie është për 5 vite, pra dikun rreth 25 milion euro, por që nuk kemi pa që është nda asnjë buxhet pra për zbatimin e kësaj strategjie. Kjo apo i bjen që ka një interesim që në këtë fushën e sundimit ligjit të ketë zbatim të kësaj strategjie, ku përfshihet krejt kjo pako e këtyre ligjeve dhe këtyre ndryshimeve, apo thjesht mos ndarja e këtij buxheti në kupton diçka tjetër. Shkurt zoti Rustemi një përgjigje që më pas të kalojmë tek strategjia për sundimin e ligjit të miratuar nga qeveria e Kosovës vitin e kaluar ravizon zotimet e kësaj mazhorancë, e kësaj qeverie për reforma të thella në sistemin e drejtësisë, për të dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj një sistem drejtësisë efikas, me integritet dhe të pavarur gjithsesi, dhe kjo natyrisht zbërthehet në projektligje të ndryshme. Do ta ketë mbështetjen e plot. Pse s'është nda buxhet për zbatimin e kësaj strategjie? Gjatë vitit kaluar, Ministria e Drejtësisë ka mbështet institucionet e drejtësisë edhe në aspektin e bashkëpunëtorëve profesional, gjithsesi do të jemi në për strategjinë e sundimit ligjit që si strategji në kuadër të 5 viteve llogaritet që do të shkojnë diku një 25 milion euro, që diku 80% e aktiviteteve në këtë strategji përfshin kryesisht hartimin e legjislacionit primar sekondar. Ajo po ndodh, ne kemi atë buxhetin për vitin 2022, për buxheti rishikohet në mes të vitit, ne jemi në fazën e hartimit të projektligjeve të ndryshme apo të amandamenteve kushtetuese për realizimin e procesit të vettingut, nuk do të ngec asnjë reform ose veprim në mungesë të mbështetjes, le të themi, financiare ose të resurseve. A keni konsensus për me kalu vettingun? Mendoj që vettingu kërkon konsensus të gjithë të aspektit politik. Ne duhet të diskutojmë edhe qeveria me grupet parlamentare, edhe me opozitën, me secilin grup parlamentar. Mendoj që ka një element pozitiv, duke qenë që secila prej partive politike e ka pasur zotim edhe ka pasur pjesë të programit elektoral vettingun në sistemin e drejtësisë në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Domethënë mund të kemi dallime, le të themi, në elemente të saktuara e në çësje, por do duhet të ishim të gjithë për vetting. Zoti Beqa, a
ka konsensus, a do ta përkrah Partia Demokratike vetingun edhe si i vlerëson këto ligjet e tjera për cilat diskutuam? Fillimisht mund të them për shumicën e ligjeve që kanë të bëjnë me Komisionin për Legjislacion, edhe pse kanë qenë një pjesë e tyre madhe kronologjie të qeverive të kaluara që kanë ardhur që nuk ka filluar kurrë nga fillimi ose nga 14 shkurti, i kemë përkrahur në komision si parti këtë rast edhe unë edhe zonja Deliu, i kemë përkrahur në komision dhe i kemë votu shpesh, nuk ka pas quorum edhe pse 6 deputet vinë nga vetëvendosja plus partnerët e koalicionit që i kanë, e kemi përkrahur dhe besoj si janë shumë ligje që u dashnë ndoshta edhe më herët kalojnë Kuvend të Republikës Kosovës, po nuk kemi arrit na tham për me kalon lexim 2 dhe besoj që duhet me rrit dinamikën edhe kuvendi edhe qeveria për me realizu pritjet e qytetarëve të Republikës Kosovës. Se qytetarët tek e fundit nuk presin, nuk ju intereson kush po udhëheq shtetin, po intereson me ndryshu jetën atyre. Tash nëse i pyetim qytetarët vetëm 3 ndryshimet që kanë ndodhur prej 22 marsit që ka ardhur qeveria vetëvendosjes e deri sot që kanë ndikuar jetën e qytetarëve, unë nuk e di cilat i shkruajnë. As Adnani si di 3 ndryshime që kanë ndryshuar jetën. Na mundem letra me ndryshu. Unë nuk i di 3 sepse janë mbi 300. Janë mbi 300. Unë e kuptoj që politika tek kësaj qeverie që tash kur shkojmë shpe, kur shkojmë shpeun e te, me des Prishtinë, nuk kena rrym. Unë e prom, kur vi prej Gjakove, nuk ka rrym. Për ta degraduar debatin, fëmija i kom fëmin aty, thanë bobi ishin qu ftoft, bobi ftoft. E kemi pa harru tërin, e kemi harru, por jam i bindur që do të prekim politikat e vitit 2022, sidomos projekt ligji për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, ligji për parandalimin e korrupsionit, Atmori përgjigje zoti Beqa për këto ligje konkrete. Cila është përgjigjja e PDK-s për vetingun? Cila është përgjigjja e PDK-s? Alo është ka fol me populizëm të fushatës Lipjan, po si rezultat i këtij fjalimit është sot këtu. E para, e dyta, nuk ndryshohet jeta e qytetarëve me populizëm, po që ndryshohet me veprime, Cila është përgjigjja zoti Beqa? Cila është përgjigjja e PDK-s për vetingun në ligjin për byron? Me mliu me fol. Fol këtë ditën e boj me natën, mundë me zgjatë debatin, lutim redaksin, po kështu. Vetingu i pari lider politik që ka përmend o zotu për vetingun në Republikë Kosovës ka qenë Kadri Veseli. Edhe ka pas një agjendë konkrete. Vetingu mas pari duhet me pas parasysh që do ndryshim kushtetues. Ndryshimi kushtetues duhet me pas konsensus politik. Ne e pom që reforma ma modhe zgjedhore që ka ndodhur ndajherë në Republikën Kosovë, reforma e drejtësi që ka ndodhur ndajherë në Republikën Kosovës, ka ndodhur në vitin 2018. Sa ligjet kanë kaluar që jam shumë optimist që Adnani pajtohet. Kurse sa i përket vetingut, duhet një konsensus, duhet me diskutu edhe me akter tjerë, duhet edhe me shoqërinë civile. Këta kanë mendu me bu një veting politik, me sulmu, kundërshtarët e vetë politik, ndoshta në gjykata prokuria, janë konfuz me ato që ka thujnë, nuk është, jam shumë informu, nuk është përkro vetingu as nga partner tonë strategjik, nuk janë përkro vetingu as nga BEA, as nga zyrja amerikane, vetingun me u pa përkro në keshim parlament, për nuk është përkro, vetingu unë kërkoj që duhet me pas veting, është shumë e domosdoshme, jo vetingu në vetë vendosjes. Ne e përkrojmë vetingun e Republikës Kosovës i cili duhet me qenë konsensus i gjitha subjektet politike. Vetë vendosja ka menu me bu veting pa prokurin, pa gjykatat, pa këshillin prokurial, pa këshillin gjyqësor, pa i përfshi aktert kryesor, pa shoqërinë civile, pa partner tonë strategjik, pa ata që na kanë mbështet me orë deri këtu, edhe për atë arsye ju ka met vetingu në zyret e tyre. Zoti Beqa, e kuptoj qëndrimin për vetingun, për byron, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike? Për byron. Partia Demokratike e përkro një ligj, sepse edhe në vitin 2018, nëse marrim e lexojmë ligjin për kompetencat zgjeruara, jep mundësi konfiskimit pasurisë. Na i kem krejt 2-3 raste që kanë implementuar, nuk është faj ligjit, është faj veprime.
Ligje Kosova ka pas edhe para 2018-s, ka pas, do të thotë prej si e na bu shtet, kena ligje të mjaftueshme edhe me kod penale, procedurës penale. Pse s'ka pas zbatim të këtyre ligjeve? Me konfisku pasurinë. Më i konfiskohet pasuria në Kosovë. Jo, pse s'ka pas zbatim të këtyre ligjeve? Nuk më me fol tash për zbatim, duhet më pyet prokuror gjyqtar. A është kjo që lind nevoja me pas vetim sepse sistemi i drejtësisë sa i përket vetëm flasim. Sa i përket tash ti byros. Byroja që ka mendu. Byroja është pjesa e agjendës te konfiskimi që ka menduar vetëvendosja tash për fason Adnoni sonte, ajo byro është antikushtetuese. Pse është antikushtetuese? I merr kompetenca gjyqësorit, i merr kompetenca në këtë rast e pushtetit janë done. Edhe ai ligj është më shumë për fraza tyne me dalë në opinion me thonë se qëre këta po na çojnë kushtetutë dhe po na argëzojnë këtë ligj sepse ai ligj e prek drejtën e pronës, e prek drejtën e prek shumë drejtat qytetarëve që janë të garantuar në kushtetutë respektivisht ajo pjesa që janë konventat ndërkombëtare. Kemi pas rast të diskutimi kjo i bën me shti vetëvendosja do zyrtar punë aty me zgjedhje kryeshef aty në kryeshef të asaj byroje me zgjedhje një kryeshef nga vetëvendosja edhe më thon që ky po mund Lipjan ai Adnoni e peshlimin burg çito ose pjavojmë çiti pasuri. Zoti Mustafa zoti Dajeri edhe mbylla. Je krejtësisht i paçor. Duhet me pas konsensus politik. Pjesë e punës na zgjedh. Siç zoti Mustafa në këtyre ligjeve, çka keni pasur që ka pasur rëndësi që është kalu dhe si i vlerësoni? Vetëm unë fillimisht dua të përgëzoj Adnanin për avancimin në pjekuri politike. E para në faktin që pranoj më në fund si deputet dhe përfaqësues i vetëvendosjes që historia nuk fillon nga zero me ta. Pra që në këto 22 vite nga pavarësimi dhe shlirimi i Kosovës kanë trashëguar një kapital shtetformues nga qeverit paraprake dhe këtu e përgëzoj Adnanin. Po ashtu e përgëzoj për faktin që e pranoj që për procese ligje, iniciativa të rëndësishme shtetërore duhet tha, këtu po e citoj, duhet tha konsensus i spektit të gjerë politik dhe kjo është për tu përgëzuar. Fatkeqësisht, si shtash në fillim ose në fjallën hyrëse time, kam frikë që vetëvendosja deri tani, sidomos në vitin e kaluar, nuk ka dëshmuar aftësi për t'i ndërtuar këto uralise me spektrin e gjerë politik, pra me parti tjera politike, për të arritur në këtë konsensus. Dhe kjo është edhe përgjigja ime në pyetjen që bët, po e jap si përgjigje pra në parim. Në parim jemi dakord me gjitha këto procese me kushtin e vetëm ose me parakushtin e vetëm që koalicioni qeverisës paraprakisht të arri një konsensus të gjerë me spektrin e gjerë politik për procese të rëndësishme. Pra, nuk quhet konsensus ose ndërtimi konsensusit nëse një ligj sillet në kuvend dhe parti tjera politike vendosen para aktit të kryer dhe nëse nuk e votojnë, nuk po dojnë të deklarohet se nuk po dëshirojnë të ndërtojnë konsensus. Konsensusin e ndërton partia në pushtet, partia më e madhe, ka njëkohësisht dhe përgjegjësinë më të madhe për proceset shtetformuese. Dhe përderisa partia ose koalicioni i qeverisës a priori, pra paraprakisht, ndërton konsensus, merr parasysh shëndrimet e partive tjera politike, nuk shoh ndonjë problem në këto procese. Në lidhje me këtë ligjin për byron, cili është vlerësimi i lidhjes demokratike të Kosovës? Thashtë një herë, pra në parim për gjitha këto procese jemi okay, përderisa partia ose koalicioni në pushtet merr parasysh paraprakisht qëndrimet e partive politike tjera. Zoti Dajeri? Okej, po nisna me të fundit, se pastaj do të flas pak për përmbajtje që atë janë prioritetet tona në agendën legislative. Dhe çka mendojmë që duhet me qenë prioritet në 2022. E para, po në të dyja, se për shoh që po ki dëshirë me marrë përgjigje për partive. E para për vettingun edhe për byron. Vettingu është imperativ i kohës. Mirë po, një proces i vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka ndodhur. Tani, çka mbështet Aleanca për Armiqin e Kosovës? Janë 4 partner të ministrisë, të cilat janë hisedar, stakeholders, në këtë proces dhe që duhet të konsultohen. Është KGK-ja, është, domethënë për ata që mos flasë me kështu, Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial, Bashkimi Evropian që është aty synojmë na me ndërtu sistemin antikorrupsion, sistemin e drejtësisë, ndarjen e pushteteve dhe roli i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Këto 4 shtylla
kur ka një pajtueshmëri me ministrinë, ai mrapa tyne. Pra na nuk mujme po byron ndaraz. Pra po thoni këta le t'i bindin sta partner. Jo, nuk është, ta do të me punu bashkë. Me pas ta do të me qeveria, ministria, do të me punu bashkë me këta 4 partner, se nuk mund është me po byron ndamaz, vetingun ndamaz, konfiskimin e pasunisë ndamaz, kush ka vjedh, kush e ka pasunin, që s'moni e justifikon, ati do të mjë marë. Mirë po, mos harani, po folet shumë për, edhe po folin sigur në pazar. Qyshja verifikon pasunisë dikuna në diaspor që e ka pru, ose që e ka një lidhe me një zyrtar publik. Qysh, mbi qëllën bazë, ka i lypaj, që ka e bënë, që i ka që më ka shumë pasarësi, për këtë arsye, funksionalizimi i peshës, Ministri Drejtësis, Këshilli Prokurorial, Gjyqësor, Bashkimi Evropian që synoi me hymë Bruxelles dhe ambasadë amerikane që në moment kur dakordojnë na jemi mrapa dhe mbështesim pa kusht. Këtë proces është tepër i rëndësishëm. E para. E dyta, tani po ndalim pak te përmbajtja. Çka ka kjo? Kjo është agjenda legislative e qeverisë. Ka ligje jashtëzakonisht të rëndësishëm, jashtëzakonisht mirë që na do të me punu. Dhe po nisna pak ku e kem na si aleancë synimin. Tek siguria, çfarëdo ligji që vjen në forcimin e ushtrisë Kosovës e mbështesur me sy mshel. Ne. 2. Te ligji i pagave, zotim publik, 80.000 njerëz përfitojnë. Çfarëdo ligji që vjen, që e rregullon, që atë babarazi, i rregullon edhe do gabimet që në bodhën kohën tonë, që i ka kallëzuar dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. S'po them që ne kena pos Bibël e Kur'an atë ligj. Edhe na kena gabu, po që e rregullon aty 85% ai ligj ka në rregull. 15% ka mujtë që e rregullon Aleanca për Armiqin e Kosovës edhe e inkurajon edhe është argat i ligjit të pagave. Kaloj. Nona pak tek agjenda legislative e Ministrisë të Financave, është shumë e rëndësishme. Tek Ministria e Financave janë disa ligje që janë shumë të rëndësishme. Është ligji për prokurim publik. Ligji për prokurim publik është ligji i tenderave i korrupsionit, o burimi i korrupsionit. Duhet me avancu se është ligj që moti nuk ka mujtë domethënë me u bë. Dhe këtu kanë tash numrat mujtë me punu. Është ligji për partneritet publiko-privat, që është ligji kryesor për ekonomi, që është po ashtu tepër rëndësishëm. Është në plan. Është në plan, po. Shumë mirë. Në rregull, unë jam të dhënë plan, po ti ke pru ligja aty bre Adnan, me ndryshu me kaninen, po të lutem mos po që është plan, po është në plan, po ku e kem na si synim që dojmë me ndihmu dhe me kontribu, jo si opozit. Me çat fuqi që e kem, me ndihmu. Pastaj, vetëm pak. Është ligji, pakoja e ligjeve që rregullon skemat sociale. Moje men, kjo qeveri ka shke pare për agjendë sociale, kryesisht ka qenë elektorale. Duhet me nalë, duhet me bë analizë sakt, se ka për shembull ku na dalë në teren, unë Adnani na dalë në teren, po na kritikon, hajdari që s'kena fitu, po mirë, kjo kon lëpjan, unë po dyje dhe kena dhonë idenë tonë që sot kjo është deputet, është vendimi qytetarëve, ata e din a kanë bo mirë, a kesh mas 4 vjetë e shumë. Mirë po, agjendë sociale, na që na dalë në teren, njerëzit, ka njëri që nuk do në mu regjistru dhe që e merr një pjesë socialit. Domthonjë që agjendën sociale është tepër mirë e Kuran Murati që ka qenë deputet me bo mirë. Shkojmë tutje tek Ministria e Punëve të Jashtme. Këtu ka qenë domthonjë këtu janë 3 ligje, respektivisht 4 ligje të rëndësishme. Ligji i diasporës. Po vazhdoj me pjesën tjetër. Ligji i diasporës është ligji i shërbimit të jashtëm, që është tu punu, është tepër rëndësishëm. Është ligji për protokollin e shtetit. U bëm gaz me protokoll, as dikush ku ulet, as dikush vjen, as nuk ta qet kush emrin. Gaz i Zotit u bëm me këtë protokoll. Kështu që është në rregull. Dhe e fundit që du me u kyç, edhe që lidhet domethënë me ekonominë. Ndëgjoni. Ky popull don energji, don rrymë. Çdo parti politike do të mull me diskutu për energji serioz, jo me pankarta, me flamura partive. Lëvizjave të vendosë që kumë kundër gjitha projekteve për energji. Do të mull me thonë, o popull, ne kem që të thënë gjellë. Në 2050 është kam mshelet në Gjermani, po jenë ka mshelet. A mujna na me hi me bo diçka për energji, a cilat janë adreset tona, cilat janë resurset tona, po për energji, një, dhe për tatimet 2 që lidhen me ekonominë, me bizneset, këto duhet me pas një konsenzus nacional për ndryshe të gjitha ligjet tjera. Para se të marrim përgjigjen fillimisht të zotit Rustemi, sepse po shkojmë edhe drejt gati 20 minutave të fundit, ti marrim 2 pyetje nga studentët edhe masanej e keni rastin që gjithë. Zoti Besa, a kemi pyetje prej studentëve?
por në prezantohet lutë në Atëherë përshëndetje për të gjithë, studenti Fakultetit Juridik, Flamur Kabashi nga Sohareka. Fillimisht dëshiroj me pyet kryetarin e Komisionit për Legjislacion se konkretisht çka është duke ndodhur me projekt ligjin për kodin civil, a ka kalu dhe ku janë fazat atij projekt kodi civil, dhe një koment desha me thonë pas kësaj pyetje, nëse është e mundshme që më proklamu dhe më diskutu në lidhje me punët që dëshironi me arrit në të ardhmen dhe mos më ndalë me gjyku se çka është arrit dhe çka është përfunduar në të kaluarën. Domethënë thjesht ti kçyrmi dhe ti përmirësojmë gabimet dhe të bëjmë gjëra të reja për në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë skemi me zos ose hajde edhe një pyetje. Përshëndetje, Samir Selmanaj, student i Fakultetit Juridik. Po ashtu pyetja ime është për draft kodin civil, i cili është para rrugës për miratim. Pyetja pra që ka prekur pra edhe shumë shtete tjera të botës që do të thonë është edhe ka dilema se përket atij draft kodi, që thotë se draft kodi civil nuk e përkrah martesën me gjini të kundërt apo si quhen tani edhe gjini asnjëse. Çfarë do të ndodhë dhe a ka ndonjë ndryshim apo çfarë pritet për këtë temë që është mjaft e nxehtë, që mendoj se ka përgjegjësi edhe partitë opozitare apo edhe ju si parti opozitare në këtë periudhë. Faleminderit. Faleminderit. Edhe kemi pyetjen e fundit. Po. Faleminderit, Djari Bishi, student i Fakultetit Juridik, vjen nga komuna Skënderaj. Desha me pyet deputet për këto ligje që janë, për shembull, shumica janë më shumë si statistika, mirë po për ligje që kanë interes vital për jetën e qytetarëve dhe për gjendjen e tyre. Për shembull, ligjin për paga dhe ligje tjera që ndryshojnë gjendjen ekonomike të qytetarëve, sepse ne e dimë që legjislaturat kanë ndryshuar, mirë po gjendja e qytetarëve vetë se përkeqësohet. Pra, çka duhet të bëni ju apo çfarë duhet të bëni ju si deputet është që ta ndryshoni atë gjendje. Pra, cilat janë hopat e ju si deputet të Republikës Kosovës, që vjen nga një organ vital ose më i rëndësishëm i Republikës sonë për ndryshimin e gjendjes të qytetarëve dhe mirëqenien e tyre, për ndryshimin e jetës së tyre dhe gjendjes së tyre ekonomike dhe gjendjes së tyre sociale. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Rustemi, shkurt nëse ka një përgjigje për këto që u ngritën. Po në lidhje me projekt kodin civil, qeveria e Kosovës në fund të vitit, në fund të muajit dhjetor ka miratuar në qeveri dhe ka proceduar në kuvend. Ne si deputet Kosovës ende se kemi trajtuar, Komisioni për Legjislacion së shpejti do ta ketë në rendite për ta shqyrtuar në parim. Pastaj në përputhje me rregullorin e kuvendit do të organizohen dëgjimet publike me aktorë të ndryshëm, institucione, organizata e kështu me radhë, por edhe ekspertë të ndryshëm të fushës. Duhet ta kemi parasysh që është një projekt kod jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse rregullon një sferë të rëndësishme mbi 1600 nene si i tillë, dhe aty gjithsesi do të trajtohet çdo kërkesë. Në lidhje me atë që ndërlidhet se pyetja e dytë, do të kjo çështje natyrisht në princip është rregulluar edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, por duhet të shihen opsione sa duhet të rregullohet me ligj të veçantë kjo çështje apo edhe me projekt kodin civil. Pra që ta kenë më të qartë qytetarët lejohet sipas Kushtetutës dhe do të ketë rregullim tjetër. Ajo mund të zbërthehet qoftë me ligj të veçantë dhe të rregullohet në kuptimin material fjalës, por do të diskutohet në kuptimin se cilat modalitete do të ndiqen. Në lidhje me projekt ligjin apo ligjin për paga, është në plan legislativ, do të në fakt e ngritur grupet punuese, po punohet në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike për të rregulluar një herë e përgjithënjë kjo çështja e pagave të sektorit publik dhe nivelizimit të tyre, por gjithnjë duke marrë parasysh që gjykata kushtetuese e kishte konstatuar ligjin e miratuar në të kaluarën si në kundërshtim me Kushtetutën. Grupet punuese në nivel qeverie në këtë fazë, pastaj gjithsesi me përfshirjen e aktorëve të tjerë për të ardhur në kuvend ku deputetët do të japin kontributin e tyre. Por duhet të synojmë në rregullim të drejtë që
nivelizon tamam edhe në të njëjtën kohë ngrit edhe rrit efikasitetin, por nuk duhet fokusohemi vetëm tek sfera e zyrtarëve publik. Ne duhet mendojmë edhe sektorin privat, se si i përmirësojmë kushtet e punës, se si ndikojmë në rregullimin e të drejtave të tyre, në rritjen e pagave, përmes natyrisht mbështetjes së biznesit dhe rregullimeve ligjore e inspektorëve që shpërndan, sepse nuk duhet si shoqëni të stimulojmë dhe të themi një shpërputhje në mes të sektorit publik dhe sektorit privat, qoftë në paga, qoftë në drejta kur bëhet fjalë për punëtorët. Domethënë ne duhet të synojmë një lloj ekuilibri në këtë sferë. Kjo ka këtë synim, se t'ja barazoni arrit, duhet të sektori privat më arrit. Apo kupton, kjo stimulon sektorin privat se hin 240 milion hin keshën në Zoti Tahiri, domethënë preokupimi im është niveli i punëtorit në përgjithësi në Kosovë. Jo vetëm ai në sferën publike. Nuk është po me këtë debat, po mos e minimizoj ligjin e pagave, të lutem. Por është mirë domethënë, po deshta shkurtimisht për vettingun 2 fjalë sepse Okej, edhe çu keni me rri me pas konsensus për temat për cilat për ligje të caktuara, siç u deklarun edhe përfaqësueste e partive këtu, pra këme pas për krahje. Mirë, po për disa tema nuk pajtohen për mënyrën se si u keni qasur, për shembull, këtë rast edhe për vettingun, ose në këtë rast edhe për byron e tjera. Çu keni me rri ju si mazhorancë me pas konsensus, sepse ju duhen votat në kuvend? Domethënë, qasja e grupit parlamentar të lëvizjes në dosje ndaj opozitës është jashtëzakonisht konstruktive. Domethënë them me gjithë mend, domethënë edhe në komision, edhe në komisionin për legislacion, edhe në seancë e kështu me radhë. Domethënë unë po e shpreh qëndrimin e lëvizjes, bindjen e vërtet që ne jemi të interesuar për konsensus të gjerë politik për sa i përket çështjeve të cilat edhe janë sistematike, thelbësore, por edhe te kalojnë një legjislaturë. Domethënë, procesi i vettingut, e tha zoti Tahiri me të drejtë, është imperativ i kohës, vettingu është i domosdoshëm. Nuk është çështja se ka qenë zotim i yni. Nuk po bëhet, nuk do të bëhet vetëm se ka qenë zotim i yni. Është para se me qenë zotim i yni, është nevojë imediate në Kosovë. Tonë sistemi i drejtësisë e karakterizuar me pafsi, jo efikasitet, mungesë pavarësie, mungesë integriteti, duhet të qartësohet një herë për gjithmonë për të dhënë qytetarëve të Kosovës një drejtësi efikase, me gjyqtarë prokuror të përkushtuar, të ndershëm dhe të përgatitur. Domethënë, pa hyrë në detaje, por ju lutem domethënë, pa prek gjitha elementet të sistemit të drejtësisë, përveç ngarkesës më lëndë, unë kam hulumtuar ose kam analizuar edhe se raportet që nxjerr Instituti Kosovar i Drejtësisë. Imagjinoni domethënë veprat e korrupsionit në Kosovë. Në njërin anë kemi vlerësime nga organizata ndërkombëtare në raportet monitoruese të tjerë që korrupsioni në Kosovë është i lartë, i shtrirë në nivele të larta të zyrtarëve publik. Në anën tjetër, gjykata e Kosovës, prokuroria e Kosovës, thuaj se asnjë rast të vetëm, asnjë zyrtar publik të vetëm nuk e ka dënuar me burg efektiv. Domethënë, ose i ka dënu me gjob, ose i ka dënu me gjykimet me dënim me kusht, ose edhe ato që i ka dënu me burg i ka shëndru në dënime me kusht ose me gjob. Prandaj edhe procesi në një anë vettingu, sistem drejtësisë efikas të paanshëm të pavarur, në anën tjetër byroja për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme me bazë civile, domethënë do të jep përgjigje këtij dimensioni tjetër. Në këto 20 vjet, shkurtimisht, ne kemi pas pafundësisht raste kur zyrtarët e lartë publik nga pozicionet më të larta shtetërore e në nivele tjera lokale, të cilët janë bërë të pasur dhe milionerë. Para se të kalojmë te zoti Besa, bëni përgjigje të shkurt po duhet prej zotit Rustemi. Duke kesh përdorur detyrën zyrtare. Dhe u thamë me drejt këtu që ligji aktual, domethënë me konfiskimin me bazë penale, domethënë nuk ka funksionuar, vetëm 2-3 raste janë trajtuar. Domethënë ne duhet të kalojmë në një dimension tjetër. Por pavarësisht ku është foji, domethënë drejtësia me funksionon. Po prandaj vettingu është zgjidhja. Do ta japni edhe një përgjigje edhe zoti Rustemi, një përgjigje që po e kërkojnë shumë prej shikuesve të cilët po më shkruajnë që është dështim i kuvendit në këtë rast është moszgjedhja e anëtarëve të bordit të OSHP-s. Kamet jo funksional një prej institucioneve më të rëndësishme. Katastrofë po. Kësaj katastrofe të shumë vazhdojmë të këtu sepse jemi të shkuar një përgjigje shpejt, e kuptoj rëndësinë domethënë. Ne kemi përkushtim gjithsesi në institucionet pavara për të zgjedh profesionist, meritor,
edhe kjo u dëshmu edhe në bordin e RTK-s në institucione tjera, të pa, si do themi, pa identifikuar politikisht, po profesionizëm mirë. Sa i përket organit shqyrtues të prokurimit publik, vendimi ka dështuar në kuvendin në Kosovës, por shkurtimisht po e shpjegoj procedurën sepse për qytetarët është e rëndësishme. Do të thonë qeveria e Kosovës shpoll konkursin, pastaj i drejtojnë kuvendit Kosovës propozimet të caktuara deri në 3 për një pozicion, në themelohet një komision nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës me gjyqtar që trajton propozimet dhe ky komision me gjyqtar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës e rekomandon propozim vendimin kuvendit Kosovës për të votuar si i tillë, jo për të zgjedhur, sepse në rastin konkret kuvendi nuk i zgjedh, por thjesht e miraton ose jo propozimin e këtij paneli të përbërë nga gjyqtar. Dhe vitin e kaluar kuvendi i Kosovës e ka rrëzuar, nuk ka votuar këtë propozim vendim. Por brenda një viti nuk kam rritë që dhe prapë qeveria, kaluar. por nuk mund ta themi brenda një viti sepse nuk është barë kësaj qeverie domosdoshmë është gjetur ashtu, por qeveria më njëherë ka shpall konkursin, nëse s'gaboj me 24 dhjetor është përmbyllur konkursi. Edhe tash në jemi në kuadër të procedurës ku qeveria dhe procedon. Jemi në 6 minutat e fundit shkurtimisht. Kur flasëm në dy dështimet të mëdha që kanë qenë shumicës lidhen me emërimet e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, të cilët domethënë u dështuan 2 herë, 3 herë, sot I kemi pa. Zgjedhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese nuk është përgjegjësi vetëm e mazhoroncës. Ata votojnë me 2/3. Jo, po ju I keni dështuar këta. Edhe Tahiri keni qenë në komision edhe unë kam qenë në komision. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese votojnë me 2/3 të deputetëve të pranishëm dhe kanë përgjegjësi. Natyrisht po, vetëm jemi pa korrekt sepse nuk është përgjegjësi e mazhoroncës. Organi shqyrtues I prokurimit është instanca e ankimimit për secilin projekt, kapital, komuna, dhe të gjitha këto janë me të pa, dhe pse dështut? Për çka? A bën arsyen pse? As nuk kanë qenë jashtuar, jo deputetët, po apo deputetët. Shumica e dështoi. Por është më rëndësi, besnik, ose pasni një organ shqyrtues me ty jam këto ku përfundojnë të hetuar të akuzuar për korrupsion, sepse po kemi rregull, po jam në rregull me punë. Po ata njerëzit nuk I njohin, asta që kemi propozuar. Në të kaluarën kjo OSHP-ja ka konfirmuar palishmëritë e dallaverave. Po lidha prej të fundit. OSHP-ja është gjykata e nderve në Kosovë. Mungesa e funksionimit të organit shqyrtues prokurimit publik ju jep mundësi institucioneve me kesh përdor paranë publike. Pse? Shqitësha I ministrit kontratat I bojnë sot një borimore. Një farforme, mos funksionimi I OSHP-s e rrit mundësin e keshpërdorimeve, korrupsionit edhe hajnis në qeverinë e Republikës Kosovës. Kjo ku I shkon për shtatje? I shkon qeverisë. Fatkeqësisht. Këta e kanë kryer gjitha fazat, I ka propozu një pjesë qeveria Oti, një pjesë qeveria Kurti, por nuk ju ka rrot tamam në vitin 2021, edhe e ka rrëzu pozita në këtë rast. E para. E dyta, kemi plot raste kur këta janë gut me shkarku bordin e OK5 ose bordin këtë rast të shërbysëve civil që I kthen gjykata kushtetuese, thojnë do ta mbyllim OK5 kurse tash janë të përgatit proceset e tenderimit e publikimit apo privatizimit, edhe thojnë janë kon pagat e moja, thekë zoti Kurti, që një vetë morin paga pa bukur gjatë tash nashta fillojnë me privatizim bosa gjithë që kanë, kurse e kem një bord tjetër që mvaret pe I mazhoroncë këtë rast Kuvend të Republikës Kosovës, bordi konkurrencë, regulatori çmimeve. Ai kemi posë asnjë komunë, asnjë lagje nuk jem çmimet e njëjta, që e kontrollon tregun në Republikë Kosovës, nuk ka shpreh mujt 5 funksionar në Republikë Kosovës. Domethënë, kjo qeveri ma shumë e ka, thash fraze, ka mashtrim për opinionin publik se me janë ndryshu jetën. Se me pas me ndryshu jetën, I bën organin shqyrtuese prokurimit, e bën gjykatën kushtetuese, është funksionale për jemnon gjyqtarët, I bën bordin e konkurrencës. Kurse sa I përket vettingut, duhet më bëni analizë. Edhe jemi krejt për vetting. Krejt jena, krejt partitë Kosovë, jena, krejt jena, se vesh t'jam son janë studentat edhe I bun pyetjet ata I bun shumë profesionale. Për shembull, rreth 100 gjyqtar dalin në pension vitin 2021. Rreth 100 prokuror dalin pension vitin 2021, kurse rekortohen rreth 50, që I bjen për 3 vjet deri në funksion vettingu
70% gjyqtarë të prokurorit aktual shkojnë në shtëpi. Unë mendoj që na duhet me punua. Domethënë je kundër Jem vettingut? për vettingun, po duhet me Nuk po të kuptoj. ja se s'jam ka foli me më kuptu ti. Jam ka foli për qytetarët e Republikës Kosovë. Se për gjos kuptova atë. Jo, në shpresoj të kuptoj se keni aftësitë jashtëzakonshme për cilën do ta pranoj publikisht për me bë lamsh edhe mos më marr vesh. Ajo çështje nuk po të kuptojnë. Unë jam shumë i qartë, se këta janë studentë dhe i bën pyetje shumë profesionale, edhe përgjigje profesionale. Asnjë parti nuk ka kundër vettingut. Po vettingu duhet me konë harmonizim me kushtetutën. Edhe po vettingu duhet me qenë se do ndryshim kushtetues. Duhet me qenë nashta faza por vettingu, se na kemi problem, për shembull, e marrim Kroacin, që ka kalu fazën tur. Nëse një prokuror ose policia i bën 100 kallëzime penale, 96 prej tyre bëhen akt akuza. Nëse i ngrit prokuria 100 akt akuza, 96 prej tyre bëhen gjykime të formë sprem, kurse të na është e kundërta fatkeqësisht. Pe 100 kallëzime penale, 90% prej tyre zonë post edhe në polici, po duhet një vetting i gjithë përfshirës. Duhet një vetting edhe të konfiskimi pasurisë. Këta amnestojnë shumë për shembull. 92 miliard në vetë janë remitenca nga diaspora. Për shembull, për shembull, e morin një mësues në Republikë Kosovës. Edhe ai remitenca ta stacionon në mënyrë ligjore. Këtu pësojnë jo kriminal, këtu pësojnë fatkeqësisht mërgata ju në Republikë Kosovës. Këtu do të pësojnë... Okej, po shihet që ka nevojë, zëti veç, këtu duhet me diskutu që vettingu prej me konfiskuar pasurinë e përfituar në të palishëm, edhe pështojnë krejt ata që janë prej vitit 99 dhe në vitin 2008 që në konë nënmik, me gjithë respektin prej tyre, edhe ata gati krejt janë sëtë, krejtë të niku, gati përfis që në konë janë sëtë ministra apo deputet vendosjes. Zoti Mustafa, faleminderit shumë, zoti Tahiri, faleminderit shumë, na ka kalu koha besnik se me gjithë respektin. Po veç, nejse, po ajo që apo du në është ta me përmbyllë se edhe desioni edhe diskutimit për emisionin tjetër. Po shihet që ka nevojë edhe po besoj që e organizojmë prapë. Për shkak të terminit nuk guxojmë vetëm për ligjin për anëtarët kaq kishim kohë për këtë emision. Të gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempus@koa.net. Deri në emisionin e radhës, nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.